Shumë shpejt në Tiranë do votohet për kryetarin e ri të bashkisë. Siç e dini, Erion Veliaj, ish numri 2 i Edi Ramës, është në burg sepse në hetim për korrupsion. Ky fakt do mjaftonte që PS-ja mos kishte asnjë mundësi për të rifituar zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Por fatkeqësisht jetojmë në një demokraci të kapur dhe është pothuajse e sigurt që Edi Rama do zëvendësoj Veliajin me një tjetër shërbëtor të tij. Por ka një zgjidhje. Nëse i gjithë opozita mbështet një kandidat jo partijak, dhe mundësisht jo politik, që nuk përfaqëson vetëm partitë opozitare apo kryetarët e partive opozitare, por përfaqëson votuesit opozitar që nduan ndryshimin, jo vetëm të iki njëri dhe të vi një tjetër i ngjashëm, atëherë në këtë rast opozita do kishte shumë mundësi për fituar Bashkinë e Tiranës. Tani kjo nuk është një ftesë për koalicione, por është e vetmja zgjidhje për të çliruar Bashkinë e Tiranës nga korrupsioni i Edi Ramës, i cili tashmë është dhe i faktuar nga SPAK-u. Dhe për të zgjedhur një kryetar bashkie të ndershëm që të punojë për qytetarët dhe jo për Edi Ramën.